Te fjala që mirë më Piliqi, ti ke thënë do bën arrestime, ti ke thënë zbehet qeveria, ti ke thënë nuk do të vende parlament, ja pra të dashur shqiptar. Edi Rama mund ta bëj qeverinë me mendjen e tij sonte, mund ta kishte bërë dije, nuk ka qeveri për Edi Ramën, po për Edi Ramën ka arkivol. Për Edi Ramën s'ka kuvete. Edi Rama nuk shkon dot me për te oqeanit. Edi Rama është i dënuar. Qeveria e tij është me korruptuar që ka patur histori e Shqipërisë. Po nuk është puna vetëm korruptimit. Qeveria më alfabet, qeveri më të paaft, qeveri shqipfolës, marrë nga rruga, rrugachër, dhe të nesërmen në mëngjes bëhet ministër, bëhet zves ministër, pra të gjitha i kanë ngelur ja hodh Edi Ramës, Edi të kam thënë më para, ti hodh dhe gjitha ty, sepse ti po bën të gjitha, po bën punën e gjyqit, punën e ministrit, punën e kryetarit bashkisë, prish çfarë të duash, bllokon çfarë të duash, i more plirat në kurrizë të 35 vite. I more dhe plirat që ishe në përurat e Francës, që i bën të tjerët, i ke marrë tani. Pra llamatet që do bësh qeveriti nuk e për të bërë. Të gjitha ta ministra që ke aty, janë për të arrestuar. Të gjitha ta ministra që ke aty, edhe ata e din vetë, se ne i dëgjojmë, edhe ata po rrinë të veshur, edhe nuk din ku të venë, s'din ku të futen, sepse kanë vjedhur parat e shqiptarëve. Kanë vjedhur bukën e fëmijëve të shqiptarëve. Pra, Edi Rama nuk ka qeveri, unë po ja them hapur, ja kam thënë gjithmonë, qeveria e tij arrestohet, që nga zëvendës kryeministria dhe deri në fundit. Ashtu do arrestohen edhe ata që fshin brenda në ministri. E ata kanë vjedhur. E pat para, disa muaj më para, një pastruese dhe një ministre kishte futur në qyngjet $1 milion. E thanë 750.000, jo ishte primi $1 milion. Pra ajo pastruese ishte. Po pastrueset e ministrisë që hynë në kryeministri, kryeministri drogosur, kur shojnë pakot e parave që i vinë çdo darkë. Edhe kur i shet do t'i marri më shtëpi. Po aq para kanë të dashur shqiptar, sa i kanë matur me metro kub, jo me dorë. Pra, nuk ka qeveri, ka arrestime, ka qeveri teknike ne kemi bërë, qeveria teknike do bëhet me shqiptar,